Doktoresh, do zgjidhje të kurosh një zemër të sëmur apo një zemër që s'di të dashuroj kurrë? Zemra e sëmur është më urgjente. Më urgjente. Kështu që. Okej. Do zgjidhje të kesh një pacient që ankohet për çdo rrahje zemre apo një pacient që vjen vetëm kur t'i bie të fikët nga zemra? Pacient që ankohet për çdo rrahje të zemre. Okej. Doktoresh, do heqesh kripen nga të gjitha ushqimet apo do heqesh sheqerin nga të gjitha ëmbëlsirat? Nëse heqim sheqerin nuk ka ëmbëlsira, po ëmbëlsirat mas pari mi hek. Do heqi ëmbëlsirat, domethënë. Okej, bukur. Të dëgjosh rrahjet e zemrës së pacientëve gjithë ditën pa ndalim apo të dëgjosh zilen e telefonit të pacientëve natën vonë? Gjithë ditën pa ndalim? Gjithë ditën pa ndalim, të rrorat e pacientëve. Gjithë ditën pa. Pa ndalim fare. E ke gjithë ditën, lodhesh doktoresh. E dyta ishte natën me tra telefoni për pacientëve, tash a ke dëshirë gjithë ditën non-stop me ato gjonat në veshë të një gjuhë zemra ndryshme? Ajo është e pamundur atëherë, po zgjidhi të dytën. Në thirrja natën pacientët s'është problem. Ndodh. Po ndodh. Ndodh? Ndodh. Okej. Të operosh zemrën e një miku keq apo zemrën e një armiku mirë? Edhe herë. Do zgjidhje. Do zgjidhje të operosh zemrën e një miku keq apo një zemër të një armiku mirë? Zemrën e një armiku të mirë. Mirë. Sigurisht. Do zgjidhje pra domethënë për kur je mjek, armik nuk ka, pacientat janë njëjtë, kështu që gjithmonë zemrën ta operoj mirë, qoftë mikut apo armikut. Mikut doja operojë keq? Jo. Po se i bjen ashtu tash, nëse armikut ja operon mirë, i bjen se mikut ja operon keq. Unë nuk e kam zgjedhur me ja operu mikut keq, po e kam zgjedhur me ja operu armikut mirë. Okej, bukur. Të bësh një EKG pa rrym, pa energji, apo një pacient pa nerva, doktoresh? Të bësh një EKG pa rrym. A funksionon? Apo të vizitosh një pacient që s'ke nerva fare me vizitu. Mund t'jetë një bajat, si puna ka shumë. EKG. Gjithmonë në shkëmenet e betimit. Betimi, thot këtë. Gjithmonë për betimin. EKG vetëm mund ta supozojmë pa rrym, kështu që nuk është e mundur. Nuk është e mundur, kështu që do bëj një pa nerva. Pa nerva. Okej, bukur. Të punosh vetëm me pacient që googlojnë simptomat, apo që besojnë të hoxha. Pra, a do zgjidhje pacientët që i besojnë që a thot hoxha, apo prifti, s'ka lidhje, apo do zgjidhje një pacient që futet në Google gjithkush i mund të më shkruajë realisht. Kështu që në Google, sepse ata që hyjnë në Google pavarësisht e kanë një dozë që i besojnë shkencës. Pse ti hoxha se priftit si beson, doktoresh? I besoj patjetër, po jo për me kuru zemrën. Jo për shëndetin, a? Okej. Të hash sallat gjithë jetën, doktoresh, ti personalisht, për zemrën, apo të hash gjithmonë mish pa sallat? Pra, doktoresh, po zgjodhe sallatën gjithë jetën s'ke mish kurrë. Po zgjodhe mishin s'do kesh sallat kurrë. Cilën do zgjidhje? Tër jetën mish pa sallat, apo sallatën tër jetën pa mish? Pa mish. Sallatën tër jetën pa mish. Po shkoj me ato që është më e sigurt. Okej. E bukur ishte kjo. Të dëgjosh dum gjithë ditën apo bla bla gjithë natën? Dum? Gjithë ditën, se sa bla bla gjithë natën? Dum gjithë ditën. Gjithë ditën, dum. Okej. Të shpëtosh 100 zemra që të harrojnë, pra, të shpëtosh 100 zemra që do të harrojnë ty që i ke shpëtuar, apo një zemër që s'ta harron kurrë? 100 zemra që më harrojnë. Sepse unë nuk i harroj që kam shëru 100 zemra. Okej, bukur. Të jesh doktoresh zemre, apo psikologëve e zemrave të thyera?
doktoreshe zamrës, psikologe e ma vështirë. Ma vështirë. Na bazon së ndë eksakt. Të kesh stetoskopin gjithmonë në qaf, apo mos ta gjesh asnjëherë se ku e ke lënë. Pra, edhe herë doktoresh, gjithmonë në qaf, se heq kur nga qafa, apo mos ta gjesh se ku e ke lënë diku kur duhet. Gjithmonë qaf. Nuk pengon? Më pengon, është edhe pjesë e shkjo është arsyeja që i kom hup 3. Është pjesë e profesionit. Kështu që është pjesë e profesionit, kështu që me mujtë me majtë gjithmonë qaf është ma sigurt. Ma sigurt. Okej, kjo ishte doktoreshe pyetësori për ty, realisht. Edhe pata dëshirë paka shumë me ditë, i bën e zgjedhjet e duhura, kështu që është